Oda ka qenë, ashtu do të mbetet, Parlamenti shqiptarëve ndër shekuj. Andaj mirë se ju ka pruj lumi Zot, në konak shqiptarit. Sofra shqiptarit është e mikut dhe e Zotit. Buk, e kryp, e zemër. Buk për mikun, e plomb për armikun. Në shqiptar kemi një popull i lashtë. Kemi plot tradita e zakonet lashtë që me fanatizëm i rujmë ndër shekuj. Jemi vllazën të një nane, një gjakut. I kemi tri fe, po e kemi veç një Zot, një gjuhë dhe një anthe. Çdo shqiptar, kudo ku është, e ka veç një ëndër. Bashkimin e trojeve kombëtare, se me zar në kanë nda. Pa, me zar në kanë nda. Andaj fjala fjal, e besa bes. Veç një herë kemi me vdek, veç një jetë kemi me avan. Nuk i ka hije shqiptarit me uzan nër veti, atje në parlament, me ushar rrugën në përfushata. Hajde ulemin od, mball të gjakut, ku vendim si burrët, të flasim e të rënojmë me nerë, ashtu si që na ka hije. Të kthehemi në votrat tona, të ndezim o gjashet tona, të mbjellim tokat tona, të mbushim zemrat e sofrat plot, se kur i rand, peshon në vend vet. Kështu ku vendet në parlamentin e shqiptarit, në Odë. Oda është akademia e shqiptarit ndër shekuj. Kështu është fol me shekujn Odë. Urt, e mençëm. Në Odë nuk flet veç një njeri. Në Odë flasin burrat. Por kur burri flet në Odë, të tjerë të ngojnë. Me folja me kuvend, këto në Odë, në parlamentin e shqiptarit, kemi me iftue burra e gratë mençëm të këtij vendit, pa dallim. Sepse Oda ka qenë, është dhe do të mbetet parlamenti i shqiptarit, akademia e shqiptarit ndër shekuj.